Do të lidhem me Blerim Korren për të mësuar diçka më shumë rreth vetëdorëzimit ditën e sotme të autorit të dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian. Blerim, të përshëndes. Cila ka qenë deklarata, nëse ka pasur një të tillë, e autorit të dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian, dhe të lutem edhe një herë, meqense tashmë kemi edhe autorin të vetëdorëzuar, mund të përcjellim dinamikën e kësaj ngjarje nga fillimi deri në fund? Atëherë Ilir, siç e kemi theksuar në informacionet e vazhdueshme të përcjella gjatë ditës së sotme, Kamber Sulçe, i shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian pak javë më parë në zonën e Salaris në Tepelen, është vetëdorëzuar ditën e sotme në policinë e Gjirokastrës. Duhet kemi parasysh se gjatë vetëdorëzimit ai ka pasur edhe armën tip çifte, armën e gjallë tip çifte me vjaska, të cilën policia thekson se e kishte me leje, ku e ka dorëzuar së bashku me lejen për kacë pra dhe armën e zjarrit me të cilin dyshohet se ka kryer krimin. Duhet kemi parasysh që gjykata e Gjirokastrës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg në mungesë, pra kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg në mungesë për 48 vjeçarin nga fshati Mesaplik i Vlorës, mbi të cilin rëndojnë akuzat për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve. Duhet kemi parasysh se ngjarja e rëndë ka ndodhur mesnatën e datës 26 shtator, kur tashmë i vetëdorëzuari, i ndaluari në policisë ndodhej në zonën e Salaris dhe ka kundërshtuar me armë një grup personash, ku ndodhej edhe mes të cilëve dhe biznesmeni italian, duhet kemi parasysh në aksin rrugor në Ivit Salari. Ai ka qelluar me armë zjarri mbi grupin që e shoqëronte dhe mbi biznesmenin italian së bashku me automjetet e tyre, dhe fatkeqësisht plumbat kanë prekur biznesmenin italian duke i shkaktuar dhe atij humbjen e jetës. Sipas hetimeve të deri tanishme, ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, ku ka pasur një grindje mes autorit të dyshuar dhe grupit të personave që udhtonin, pjesë të cilëve ishte dhe biznesmeni italian për shkak të dritave të automjeteve. Megjithatë, duket se vetëdorëzimi i tij ditën e sotme në polici dhe vazhdimi i mëtejshëm i hetimeve do të hedhë më shumë dritë në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Blerim, faleminderit për gjitha informacionet, gjitha detajet. Do të vijmë më tej